Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit tonë El Fele. Sot me ju moderator Dardan Gashi dhe gjithashtu me ne Hoj Sinan Rushiti. Hoj, selamu alaikum. Mirë se u takuam përsëri. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se u takuam. E gjoherë u takofshim vepra të mira të hajrit. Amin. Amin. Hoj, inshallah sot do të bisedojmë për temën edukimin fetar të fëmijëve. E pa të rëndësishme, nevojshme, po. Pse? Sepse fëmia është e ardhmja e jona. Se normal ju moderatorën të një mësu pak me në pyet neve. E vërtet është, e vërtet, më kemë rao pak zgabim, po inshallah do të përgjigjem. S'ka gale. Fëmia është, domethënë, e ardhmja e jonë. Dhe na si prind, po e përsaktoj edhe veten, e përfshi, e kemi atë rëndësinë e edukimin e tyre sepse pastaj do të rriten dhe ata do të ripërsëriten se çka I kemi mësuar ata. Gjithashtu kur do të vjen dita e gjykimit, kemi edhe përgjegjësi për këtë. Sepse e dim se ditën e gjykimit armiku ynë më I madh është fëmia. I thave disa fjalë për të cilat ne do të japim disa shpjegime dhe do të sillemi rreth këtyre fjalëve, pra që ju e zgjodhat si temë dhe deshët dhe propozuat që të bisedojmë, që pata të rëndësishme dhe shohim të rëndësishme, duke parë se në për çfarë sfida kalojnë fëmijët tanë dhe në çfarë periudhë, çfarë kohë rriten e zhvillohen dhe duke u fiksuar për të ardhmen e tyre, me vërtet është tema shumë e qelluar dhe shumë e rëndësishme. Allah shpërblet për kuën tonë. Bashkë me ty vëlla. Amin. Dhe do t'ja fillojmë bismillah. Hoj, fëmia mëson më shumë nga sjellja se sa nga fjalët. Ne si prindër kemi qef shumë t'ju flasim, t'ju folim fëmijëve. E disa me të foljet tonë dhe I lodhin fëmijët tanë. Por harrojmë se më e rëndësishme është praktika. Më e rëndësishme është ajo për të cilën Allahu subhanahu wa taala thotë: Ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju të cilët besuat, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarmi I xhenemit. Pra, kjo tregon se përgjegjësia e prindërve për edukimin e fëmijëve të atyre me vepra është më e rëndësishme, jo vetëm me këshill. Po. Edhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më shumë I ka dhënë rëndësi në jetën e tij, më shumë I ka dhënë rëndësi praktikës. Pa më shumë ka punu se sa që ka folë sallallahu alaihi wasallam. Edhe ne si prindër model më të mirë e kemi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ne duhet t'ju tregojmë, t'i edukojmë, t'i mësojmë fëmijët tanë përmes edukimit në praktik. Se si duhet të sillet një fëmijë, ja si jemi ne, që ashtu duhet jeni edhe ju, ja si flasim ne, ashtu duhet flitni edhe ju, ja si kujdesemi ne. Një prind e këshillon djalin e tij që të mos gënjen, të jetë I drejtë, të jetë I sinqertë. Edhe fëmia me shumë kujdes dhe vëmendje e dëgjon prindin e tij, edhe mas atyre këshillave cingron telefoni I shtëpi. Cingron telefoni I shtëpi, edhe e kap fëmia ku shoku I babës së tij. Është nevojitur baba I këtij fëmijët. Pra baba që këshillon të tash fëmijën, po e kërkon shoku I tij. Edhe baba I thotë fëmijët, thoj se nuk jam aty. Tamam? I thotë thoj se nuk jam aty dhe ky tash I thotë habitet, si fëmijë po habitet se po kundërshtohet të gjithë ajo që e mësoi deri tash vetëm me një gest. Çka? Po gënjen baba. A baba gjithë të këshilla mos mos gënje sillu mirë. Vetëm për një moment baba me një gënjeu. E tash e shtin djalin e tij që të gënjen. Edhe I thot shokut babait të tij se babai nuk është këtu. E pastaj I drejtohet babës vet. Bab deri tash ti më këshillove mos gënjej. E ti po gënjen. Pra këtë aspekt duhet të jemi shumë të rëndësishëm. Thot pejgamberi, është shumë të kujdesshëm, se është një parim I rëndësishëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kullu mauludin yuladu ala fitra. Çdo fëmijë lind me natyrë të pastër. Pastaj prindërit janë ata që e bëjnë krishter ose çifut ose zjarrputist. Përmes veprës, punëve të atyre ose mos kujdesit të atyre. Pra fëmia e kopjon atë që shehte
te prindrit. Te prindë, po. Sjelljen, veprimet, manifestimet, lëvizjet, Gjitha. veshjen, gjithçka. Pastaj, çka që te prindrit, çat e bon edhe si fëmijë. Ka thënë njëri prej selefëve, Hasan al-Basri mos gaboj, thot edukoni fëmijët tuaj me veprat tuaja para se ti edukoni me fjalët tuaja. Edukoni fëmijët tuaj me veprat tuaja para se ti edukoni me fjalët tuaja. Siç ka thënë Omer radhiyallahu anhu, mos më fol për fen, por më mundso që ta shoh fen tek ty. Kjo është. Do të thonë shumë e fortë. Parimi i rëndësishëm, po jo vetëm ndaj fëmijëve, po në përgjithësi, por veçanërisht me fëmijët tonë në shtëpi. Kom pas ndëgju huzhni fjali cila tregoj që një prind i cili don me fut rëndësinë zemrën do të thonë rëndësinë e namazit në zemrën e fëmijës tij, nuk e ka as nevojë m'ia spjegu qofse ai person, ai prind, sa herë që të vjen në shtëpi me sjelljen e tij, me veprat e tij, ja tregon fëmijës që çdo herë namazi vjen para se gjitha veprat tjera, që për shembull ndoshta ka arrit në vakt bukës, po kam rri, nuk e ka fol namazin, e fol namaz, pastaj shkon han buk ose ushqet. Edhe më atë tregoj që fëmia nuk ka nevojë as me shpjegu se e sheh se baba i tij sa herë që po vjen pja e prancin namazit dhe jo gjërave tjera. Ne si prindër mund të sprovojmë me fëmijët tanë, por kur sprovu Nuhi alayhis salam me djalin e tij, me bashortën e tij, por në përgjithësi beso se shumë është e mjaftueshme dhe shumë është e nevojshme në të kohë praktika para syve fëmijëve tanë. Normal. Që ajo ua mundson atyre ta kuptojnë dinin fenë, esencë se me vërtet atë që e thot baba ose nana, ajo është në praktika, të shohim, jo vetëm mos e bë këtë, mos e bë nëna tjetër, kur gjë nuk shohin tek prindërit e tyre për asaj që ata ju flasin, fole pastaj është kontraefektive. Vërtet, Allah shpërblet hoxh. Bashkë ty. Hoxh, para se të vazhdojmë, dëshira ti falenderoj të gjithë sponsorët, po është e rëndësishme. Vëllezërit dhe motrat që kontribuojnë për këtë projekt, Allah ju shpërblet të gjithëve. Ju falenderojmë shumë për kontributin, mundin dhe shpresojmë që na mundson Allahu me vazhdu prap me juve dhe do të shtojnë edhe të tjerë. Inshallah. Hoxh, mesimi i besimit, imanit, që ne mosh të vëgjël. Po. Shembull praktike edhe në këtë drejtim kemi nga profetët, nga njerëzit e urtë, edhe si model më të mirë që kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala tek fjalën e Lukmanit alayhis salam që i drejtohet djalit vet, ja bunayya la tushrik billah. O biri im, mos i bo rivalitet, mos i bo shok Allahu subhanahu wa taala, mos adhuro, mos madhuro dikë tjetër pos Allahu subhanahu wa taala. Pra qysi i vogël Lukmani e mësonte. E çka mësonte? Mësonte akiden, besimin. Dhe kjo na tregon se gjë e parë primare që duhet kushtuar rëndësi si prindër që duhet t'u mësojmë fëmijëve tanë është akide, besimi. Po. Të ambjellim marrëdhëniet e besimit të shëndosh që asnjë frym mos mundet të lëvizë gjatë jetës së tyre, sepse rënjet i kanë të shëndosha, jo me lloj perversitete, jo me lloj gjëra të dyta që po shihen para, do të them bashkë me fëmijë që sot prindërit i shohin bashkërisht në rrjetet sociale, gjëra të këqija, pastaj ti kërkon një fëmijë i fryqëm, një fëmijë pozitiv, një fëmijë hajrit. Jo. Atë që umbillet fëmijëve zemrat e tyre, ajo është pastaj që do të shifet në të ardhmen. Pra gjë e parë që Lukmani ja tha djalit vet, la tushrik billah, mos i bësh shok Allahu subhanahu wa taala. Kjo parasysh është një fëmijë i vogël, po jam mëson se nuk ka dikush tjetër që meriton të adhurohet, të madhurohet posa Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ibn Abbasit, ruaje Allahun, Allahu do të ruan ty. Si fëmijë, si djali i vogël, e mësonte. Ruaj ja gulam, i tha o ti djal, ruaj Allahun, Allahu do të ruan ty. Sahabët, fëmijëve të tyre, u mësonin tauhidin, u mësonin Fatihan, u mësonin këto gjëra para se të mësonin diçka tjetër të kësaj dynjaje. Pra tauhidin, surën Fatiha, gjërat të cilat do t'i shpëtojnë ata në këtë botë dhe botën tjetër. Ti sa do mësoja e vladit tanë gjërat
të kësaj bote ose gjërat të cilat janë në favor të tij, janë në dobi të tij, i bëjnë hajrat në këtë dynjë, por përderisa ai nuk i ka bazat të jetës së vet, edhe për çdo moment ai mund të lajthise, është gjithçka e kot. Andaj këshilla për mua, për vëllezërin përgjithësi, ne duhet t'u mbjellim bazat e shëndoshë të besimit të fëmijëve tan, që fëmijët të rritën mbi bazat të shëndoshë dhe kurrë të mos mundet t'i lëvrisë gjatë jetës së tyre. Ato do të ballafaqojnë me shumë sfida gjatë jetës së tyre, mirë, por kur ta kenë akiden, besimin të shëndosh, do Allahu subhanahu wa taala do t'i mand për të qëndrueshëm në dinin e tij. Ka vërtet se edhe na si të mëdhej kemi ka herë i bëjmë shumë pyetje vetit kur jemi si të lohatshëm nëse qoftë se nuk i kemi dijen akidin apo tauhidin e lemo për një fëmijë i cila e ka dhe më shumë pyetje bën vetvetes dhe mendja mundet me shku edhe më lart se sa një i rritur. Ke parasysh fëmijë çfarë pyetje parashtrojnë disa herë, pyetje që si pret dhe prej të mëdhejve, se ato flet në natyrshmëri. Natyrshmëri nuk ka kujdes. Ka sherta aty, ke parasysh ai do mendoj dikush, ndoshta kjo pyetje nuk duhet parashtrojë, jo, fëmia ta parashtron. Edhe ti tash duhet t'ia gjesh përgjigjen dhe mënyrën, metodën si t'ia shpjegosh atij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pejgamber ishte, e kishte të garantuar xhenetin, gjunat e falurat e së kaluarës dhe të së ardhmes. Çka Allahumma ya muthabbit al-qulub, o ti përforcuesi i zemrave, përforcona zemrat tona ndinin tënd. Kur pejgamberi Allah subhanahu taala frikso është nga devimi, çka mbetet për ne subhanallah, e veçanërisht edhe për fëmijët tanë. Allah shpërblet hoxha. Bashkë me ty vëllai. Amin. Dashuria për Allahun, profetin alayhi salatu wassalam dhe vlerat islame. Thot Allah subhanahu wa taala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? A janë të njëjtë? Jo, nuk janë të barabartë. Kjo ndërlidhet me pikën të cilën e cek. Se kur t'u mësojmë bazat e shëndoshta të dinit fejës të Allahut subhanahu wa taala, atëherë çka ata kanë një dashuri të veçantë të posaçme ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, ndaj dinit të Allahut te bareke ve teala. Dhe ky është qëllimi i gjithë asaj, domethënë tauhidi, akidja, rruga e shëndosh, dashuria e veçantë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si shpëtimtar të cilin dërgoi Allahu subhanahu wa taala për të na qartëson, tregon, të na uzon, të na drejton në rrugën e drejtë të vërtetë. Edhe kështu që dashuria kur të jetë e veçantë dhe e madhe ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndaj fejës të Allahut te bareke ve teala, pa pikë dyshimi, si thash kështu sahabët u mësonin fëmijëve. Prandaj ata ishin të cilët ishin dhe i njohën ashtu në literaturën islame, fitimtar, shpëtimtar, çlirues, dietar. Pse? Por shkak se ata kishin dashuri të veçantë ndaj Allahut, ndaj fejës të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ata të dallohen nga të paditurit, të jenë më të mirë se të paditurit dhe të dallohen e mirën nga e keqja. Po. Edhe gjithashtu e thojmë se për vete, ashtu si moderator, e kam transishme disa herë mi lidh me ndoshta një person cili nuk e ka ndoshta çat dituni. E për shembull, gjithherë vrejmë se kur të e nxjohëm një person apo janë dëgjojmë historinë, rrëfimin e tij, kemi zakonisht më shumë shprehimi u afru me nahi për shembull na u fut në zemër. Dhe normal se shumë njerëz harrojnë se çysh dojmë na me dashur krijuesin ton apo e dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, pa janë njoft historinë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo pa e njoft krijuesin ton. Normal se pastaj kur të e njohum, pastaj do e kuptojmë edhe kur sprovohemi, do kuptojmë pse po na sprovon, nuk jemi të mërziton edhe e dim se gjithçka se çka vjen prej tij është hajër, edhe afrohemi. Po jo rastësisht vëllai, jo rastësisht gjë e parë për cilën jemi të obliguar është dituria. Pra, përmes të secilës njohim krijuesin ton, njohim dinin e tij, fein, njohim pejgamberin edhe pejgamberët e tjerë, njohim njerëzit e mirë, njohim dietarët, njohim shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila njohuri, e dije, ta mundson ty ta njohësh atë që ty do ta shton dashurinë ndaj tij. Se pa dituri nuk mundemi as të praktikojmë, sepse praktik pa dashuri është kot. Ti po adhuron Allahun e nuk po e don. Qysh? Si ti e fal namazin nuk e don Allah,
Ti e fal namazin se e don Allahun. Ti e fal namazin se beson në Allah. Ti e don namazin se shpreson në mëshirën e Allahut. Ti e fal namazin se friksohesh nga dënimi i Allahut, sepse ti i ke njohur të gjithë të gjëra, se Allah është dëshkues, Allah është mëshirues, Allah është ai i cili na don, Allahun duhet ta dumi e pejgamberi sa më tek kështu me radhë. Pra esenca e gjithë asaj është dija që duhet të mbyllet fëmijëve tan në zemrat e tyre, dija e shëndosh që do t'i mbron në dynja e në ahiret. Hoxh, si do të rritet fëmia me identitetin fetar dhe intelektual? Kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman. Po. Dija do të kërkohet. Do të tregojmë interes për mësimin për dije, për dituri, dije e shëndosh që përputhet me Kur'anin dhe me Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një dije dituri që na bën fajde dobi në dynja dhe në ahiret. Një dije që na ngrit lart si njerëz, si besimtar dhe që na mbron nga çdo sfidë e kësaj bote dhe asaj bote. Pra, një dije që na i mbron zemrat, na i zgjeron gjoksat, na i pastron zemrat, na zgjeron diapazonin e diturisë. Këtë dije do t'u mbjellim edhe fëmijëve tanë në zemrat e tyre, ajetin që e lexuam më parë, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Shembulli i atij që dinë dhe atij që nuk dinë si shembulli të gjallit dhe të vdekurit. Në tokë jetojnë, lëvizin, hapi njerëz që dinë dhe që nuk dinë. Tamam? Po dikush thosh edhe tash shkon në rrjetet sociale e kisha qenë budall që kisha mësu, ka çka mësova se tash përmes TikTokit dhe rrjeteve sociale për një natë bosh pasanik dhe kështu më radhë. Domethënë që ne vlerësohet dija, por të ngratit të shkretit nuk janë të vetëdijshëm se cila është qëllimi i dijes. Nuk është qëllimi i dijes që ti si të bësh i pasur materialisht, më thënë me të holla, me pasuri, po pikës pari si ta pasurosh shpirtin, si ta kuptosh realitetin e kësaj bote, kësaj dynjë, se ti pa dituri sun e kuptosh as identitetin tënd, as vlerën e personalitetit tënd, as vlerën e familjes, shoqërisë tënde në të cilën ti jeton, po as vlerën e fesë që ti i përket, sepse s'ke njohuri, s'ke dije. Si sheh plot musliman, sen të emortuar, të musliman, por ai kështu them, për gjëra, as për dynja, as për ahiret, as dynja s'di të si ta shfrytëzojnë. Sepse njeriu kur ka mungesë të dijes, edhe dynja s'u ne shfrytëzon dhe zinë se çish bëhet thotë s'u ne shfrytëzon këshivi, thotë filani ai kurse s'ka lidhje, po i ka milionet, çka bën? Po shkon i ndron femnë, subhanallah. Po. A kjo është ajo edhe ke parasysh? Ato që ndrimi edhe kafshët i bëjnë këto gjëra, edhe kafshët ndrojnë njëri tjetrin. Po ne flasim për person që ka dije dhe që dija ja rrun identitetin, ja rrun nderin, ja rrun personalitetin, ja rrun dynjan, ja rrun ahiretin. Edhe një dije që i bën dobi jo vetëm atij si individ, si person, por i bën dobi edhe shoqërisë që ai i përket ose është pjesë e asaj shoqërie. Andaj fëmijët tan duhet sa më shumë të qëndrojnë afër librave, të kenë një dashuri të veçantë ndaj librave, ndaj diturisë, sa më lart celularëve, telefonave dhe aplikacioneve të ndryshme degeneruese dhe që dëmtojnë trurën e fëmijëve, kokët e fëmijëve, siç i kanë shkatruar edhe kokët tona, subhanallahu, mendjet tona, që duhet të kemi shumë kujdes dhe në këtë mënyrë ato do të rriten si individ, njerëz të shëndosh, me besim të shëndosh, me karakter të shëndosh, me personalitet të shëndosh dhe do t'ua shohin hajrin edhe të tjerët. Edhe një gjë e cila besoj është si lloj smundje për trunin ton, intelektin ton, është harresa apo nënshkalimi i leximit, sepse dim edhe ajeti i parë i cili ka zbrit, po shumë tash që kemi marrë me rrjetet sociale e kemi shprehi me ndëgju më shumë edhe me anashkalu shumë leximin. Po leximi është me të vërtetë një ndër ushtrimet më të fortë për trunin, për zhvillimin e intelektualit të njerëzit. Unë e flas për vetveten për shembull, se sa herë kom vrejt se kom lexu, e kom vrejt edhe shpejtësinë e trunit që rritet, informacionet, diapazonit të diturisë, po. E pastaj kur e lën ato anash kalon me herë e ndjen dallimin. Këtu pak një shpjegim sqarim të shkurtër se
tash njerëzit për nga aftësia kapaciteti dallojnë njëri nga tjetri. Ka njerëz të cilët memorizojnë, marrin mend dhe mësojnë më shumë përmes dëgjimit sesa përmes leximit. Po. Ka njerëz të cilët memorizojnë dhe mësojnë më shumë përmes leximit sesa përmes dëgjimit. Kështu që ata të cilët e kanë mundësi shumë të mësojnë përmes leximit, shumë duhet të kushtuar rëndësi leximit. Ata të cilët memorizojnë shumë dhe mësojnë përmes dëgjimit, të kenë kujdes nga kush dëgjojnë dhe çka dëgjojnë, edhe kështu që mësojnë. Tash falë Allahu subhanahu wa taala, ekzistojnë ligjërata të ndryshme të dietarëve në përgjithësi, të imamëve, të hoxhallarëve, të njerëzve të ditur, të shkencëtarëve që njerëzit mundet të përfitojnë dhe të mësojnë shumë. Por sa shfrytëzohet edhe kjo anë, sa njerëzit dëgjojnë gjëra të dobishme, Po, normal. sa i ndjekin ose sa i përcjellin njerëzit e dijes. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala fas'alu ahlu dhikrin kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për atë që ju nuk dini. E tash kontakti, lishmëria e njerëzve me njerëzit e ditur është ajo që i bën edhe ata të shëndosh ashtu siç ne kemi shembull dietat më parshëm. Ata i kanë pas nxënësit e tyre, pastaj nxënësit e tyre janë bërë dietat, ata kanë pas nxënësit e tyre sot e kësaj dite. Ke dietarët që janë të kohës së sotit kanë nxënësit e tyre, pa kështu pasojmë njëri tjetrin në gjëra të shëndoshja të vërteta. Kështu që edhe fëmijëve tanë duhet të tregohet rruga e drejtë, rruga e vërtetë, e cila rrugë ruhet, mësohet përmes diturisë së shëndoshme. Vërtet, më bëhallë hoxhë ndoshta nuk kesh sa duhet i qartë për pikën e më poshtme se unë kisha më shumë fjalën disa fëmijë që ti ndëgjoj në shprehje, kanë vështirësi. Shprehje e tjera, edhe zakonisht çata fëmijë mundon mi po se kanë mungesë leximit. Pa pikë dyshimi. Allah shpërblet. Një nga shkaqet. Si shembull kjo. Po kjo një nga shkaqet, kjo shumë e rëndësishme, shumë i çetësike, një nga shkaqet që fëmijët kanë problem të folurit, të shprehurit, është për shkak të përcjelljes dëgjimit të emisioneve ose filmave vizatimor, lojnave të ndryshme dhe që nuk kanë trajnime në të folurit me prindërit, se nana ajo rin 18 orë ose 15 orë ose 10 orë në telefon, fëmia gjithashtu 10 orë në telefon, ajo nuk fol me fëmijën, nuk e mëson fjalët, edhe fëmia që ashtu gjithashtu ke parasysh, edhe i mbetet domethënë i me një fjalë themi i paralizë dhe djali pastaj paraqitet me probleme pra sun flase për shkak se siç vetë e vërtetojnë nanat 2 vjet masi që ja largon telefonin fëmijët nis fëmijët të folë të flase. Ke parasysh? Këto probleme tash shumë i kanë se për me kanë marrahat me nejt marrahat ma çet nanat dhe me nejt edhe me telefon bojrum telefonin tabletin fëmijët edhe me mujt me kalu kohën domethënë në telefon rrjetet sociale ose me përfundu cenet e shtëpisë. Ose me përfundu cenet e shtëpisë, ke parasysh, por më së shumti beso nuk është kjo. Më së shumti tash vetë nxënësit i testova se xhamia edhe kërkova të më tregojnë se ekziston mundësia të telefonit, çdo kush të tregon sa orë ka qëndruar ka shfrytzuar telefonin. 10 orë. 10 orë. Nxënësit 10 orë kalojnë ditë. Subhanallah. 7 ditë, 70 orë. Ti çfarë suksesi kërkon nga nxënës? Çka pret nga ai? Ai as për shkollë, as për xhami, as për punë, as problem është, sepse ajo është dhënë më të madhe, është bërë varur tash si që jemi bërë të gjithë neve. Po, normal. Ke parasysh, edhe kjo është një problem i madh. Kështu që kujdesi duhet të jetë i madh ndaj fëmijëve, sepse përgjegjësia për Allah subhanahu wa taala është e madhe. Vërtet. Allah shpërblet hoxh. Amin. Disiplina pa dhunë, edukimi me dashuri, durim dhe dialog. Thot Allahu subhanahu wa taala Febi rahmeti min Allahi linta lahum. Me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala ti u bën i butë me ta, i butë ndaj tyre. Kur Allahu subhanahu wa taala fut mëshirën në zemrën e njeriut, ai njeri është i butë ndaj të tjerëve. E din se ai vetë ka nevojë të mëshirohet nga Allahu dhe duhet të jetë i mëshirshëm ndaj të tjerëve. Një sahabi kur e pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se si po e përkthelte Hasanin, Husejnin, nipnjët e tij, i tha ja Rasulullah, unë tha 10 fëmijë kam, as një se kam marrë të përkthel. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, çka të bëj kur Allah e ka largu mëshirën për zemrës tënde? Kush nuk mëshirohet, kush nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Pra, ne do të jemi të butë ndaj tyre, edhe me sjellje të butë, mirë, me disiplinë, por e gjithë ajo me praktik këshilluese,
që ua tregon rrugën, ku ua tregon të vërtetën, ua tregon gabimet atyre, dhe se dhuna forca nuk është ajo e cila ndryshon gjendjen e fëmijëve, dhe kjo është një metodë tepër e gabuar që ne folim, po tash folim ne si shqiptar, e kemi këtë si metodë, ke parasysh 1, 2 nuk mund vesh. Shpol, jalla. Por rezultati i gjithë kësaj pastaj këtë negativ. Po normal. E tash nëse kthehemi rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, metodës së edukimit të fëmijëve, ai ishte kjo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam metodë, kjo metodë të cilën e përdorte për edukimin e fëmijëve. Jo, çka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i butë, ishte shumë me butësi, shprehte dashurinë fëmijëve, nipnave, edhe fëmijëve të tjerëve. Po. Sepse fëmia për nga natyrshmëria është i tillë, është i amal, është i shpejtë, dhe kështu me radhë, por nuk është metoda e mirë, e saktë dhuna për edukimin e fëmijëve. Dhe kjo metodë duhet të lihet dhe duhet të ketë kujdes. Te ne shqiptarët e dish një fjalë që e kanë mësuar dhe çdo i dyti person e shprehin. O gjë që te ekipi gjenetik ka dalë. Po. S'ka të bëjë me Islamin. Po, normal. Po e kanë marrë tash këtë, u kanë përcjell të tjerëve dhe këtë e kanë përdorur si argument. Pra, ai që nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Pra, edukimi bëhet me këshill, me shembull, me durim, me dialog, e jo me dhunë dhe me frikë. Hoxha, Allah është përbleft për gjitha këto fjalë. Po arritëm në fundin e këtij episodit. Shumë shpejt. Shpejt ka kalu shumë, po inshallah do i lëmë edhe disa pika për episodin e dytë. U kisha propozuar që kjo të vazhdohet. Sepse është temë e ndihshme dhe temë e rëndësishme, edhe do ta vazhdojmë në episodin e dytë. Se dikujt mund t'i bën fajtë, mund t'i bën dobi, dhe jo se kjo mjafton. Shumë duhet të trajtohen dhe të bisedohet rreth tyre, por një jetë që cekim, normal. Kjo jetë mund të bën fajde prindërve ose dikujt që ta përmirëson atë gjendjen. Kjo është qëllimi jon, Allah na mundsoj gjithmonë me sinqeritet, sinqert, me sinqeritet, edhe normal se çu cekim më herë, qëllimi jon është me bën si një lloj ndoshta me dhënë një lloj alarmi tek ai person i cili ndoshta mundet mu njoft me vetveten këto pika të cilat i kena cek. Edhe normal se to janë si çdo herë këshilla për ne për së gjithash. Gjithë, e vërtet është. Këshilla për ne edhe pastaj për të gjithë ata të cilët na ndjekin, na ndëgjojnë. Se jo se ne që flasim dhe po inqizojmë këto emisione, këto epizoda, dhe se ne jemi më të mirë se të tjerë. Normal, absolutisht. Me gabimin dhe maksit tonë, qëllimi është në fillim me përmirësu vetin tonë, po një të ku pastaj edhe të tjerët. Allah është përblef. Çush është fjala? Qofse nuk e kemi ditë, atëherë e kemi mësu, dhe nëse e kemi ditë, atëherë ka ripërsëritje për neve. Allah shpërblet Hoxh, Allah shpërblet të gjithë sponsorët, ju falenderoj edhe një herë të gjithëve, gjithë stafi ju falenderoj, Allah shpërblet. Amin. Dhe inshallah do shihemi shumë shpejt për episodin e dytë. U takojmë për të mirë. Amin. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.